Më mundon kjo. Nëna ime lindi një gocë. I thënë linde fëmijën e vdekur. Edhe kur e hapëm nuk ishte fëmijë. Vetëm ta heqim të brengën që kemi. Përshëndetje miq dhe mirë se keni ardhur në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një zonjë nga Laçi, quhet Dile Kola, e cila kërkon të mësoj një të vërtetë një histori të familjes së saj që ka lidhje me motrën. Një histori që na kthen disa vite pas, por dilemat janë të mëdha për shkak të informacioneve që kanë marrë ndër vite kjo familje. Zonja Dila është duke më pritur, kështu që unë hap dritaren, e ftoj për ta dëgjuar ditën e sotme këtë histori. Dila, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, faleminderit. Urime për emisionin. Faleminderit. E jam shumë mirënjohëse që më dha mundësia për bisedu me ty. Jemi të dyja së bashku live sot, sepse mua më ka marrë mbesa juaj mos gabohem. Po? Ajo më telefonoi e para dhe tha që ne kemi një histori, por do jetë halla ajo që ka më shumë detaje për ta rrëfyer dhe me sa kuptova je në kërkim të një motre. Po. Mund të ma tregosh domethënë historinë për ta kuptuar? Si histori nga që duke pami fjalë emisionet edhe janë gjetë shumë dodhi që siguri kemi pas ne, edhe në 77-ën, në 1977 nga fundi tetorit, si datë nuk e di eksakt. Po. Nëna ime lindi një gocë. Vajz, po. Edhe deri në ora 12:30 ajo e kishte të gjallë. Nga ora 2 i thënë linde fëmijën e vdekur. I dhanë lajmin që vdiq. Pastaj i thënë babës tim të varrosim këtu, baba im e kërkoi edhe e mori, e varrosëm në qytetin e Laçit. Ju jeni nga Laçi? Po. Po. Edhe kur e varrosëm, mas 3 vjetëve, kishim në një rast vdekje dhe i takoi për të hap varri. Edhe hapën kështu, ne i kishim shu ato rrobat për ta mbështjen fëmijën edhe kanellata edhe një guvert kështu, sikur ka qenë koha atëherë. Edhe kur e hapëm nuk kishte fëmijë. Edhe unë isha ajo që insistova si ka mundësi, edhe thënë ka qenë fëmija ujë edhe nuk është tret fëmija për 3 vjetë. Po. Ne kemi pyet, kam pyet doktor, me fjalë shumë kanë thënë nuk ka mundësi të tretet fëmia për 3 vjet, ai për sa lindur ishte. Mas edhe nuk ekziston. Po maraku, u boca vite që e kam këtë brengën, edhe më thot mesa ime do të kontaktoj unë me Odetën, edhe hallata mas e bëhet në gjë vetëm për tesh marakun. E dashur Dila, më lejon të pyes? Po. Nëna është larguar nga kjo jetë? Po, është larguar që 12 vjetë. Si quhesh ndjera? Dave Kastrati, Dave Ndue Kastrati. Po babai? Gjergj Nik Kastrati. Edhe babai ka ndruar jetë? Po, baba ka vdek edhe më shpejt që 32 vjetë ka bo tani janë në maj. I ke humbur të 2 prindrit fatkeqësisht. Po. Sa vjeç ke qenë kur nëna u largua nga kjo jetë? Unë kam qenë 12 vjeçe. Edhe kur ka marrë nga shkolla e kanë marrë, e ka pru baba im nga Kruja, se në Krujë ka lind, e ka pru nga Kruja, ka marrë vllajën tim të madhin, edhe 2 çuna xhaxhallarsh, edhe i kemi shut e pari, po për ta hap se kemi hap fare. Pra, ke qenë 12 vjeç kur ka ardhur një jetë motra dhe thanë që vdiq. Po. Por sa vjeç ke qenë kur vdiq nëna? Ke qenë e madhe? Vdiq nëna tani kam qenë e madhe, me fjalë kam qenë 50 vjeçe. Po pra, dua të pyes, si ta ka treguar nëna jote këtë histori? Domethënë, kur vajti në spital që zon dhimbje, domethënë çfarë të ka treguar? Ajo ishte me fjalë, ishte shumë normal. Kur vajti në spital, vajti për të lind, edhe e paçu baba im, në orën 12:30 ajo ka pas fëmijën të gjallë,
Nga ora 2 kur e lindi, thanë që e ke lind të vdekur. E ishte koha atëherë që nuk t'i leshin as për t'i pasi gjë. Bile spitali e thoshte që du ta varrosim këtu, e varrosim ne, e varros komunalja. Baba im insistoi edhe e mori e varrosi të varrezat e Laçit. Por shkaku i vdekjes ju dhanë arsye në atë kohë nënës? Absolutisht, vetëm e ka lind të vdekur. Dhe kjo histori u mbyll në familje, besoj, në momentin që U mbyll që atëherë ishte koha Odeta, edhe u mbyll. Tani, duke pa emisionet e juja e këto edhe sikur na ngacmon diçka mi fjalë. U bë vite që e kam mendu, po unë edhe pak kam qenë e lodhur se kam pasur trazina familjare, edhe mesa do mundohem të është hallat edhe se e kisha pikën zemër. këtë histori e qartë, sepse shumë veta e dashur Dila, do t'ja tregoj me sinqert, më telefonojnë për të tilla histori. E disa histori kush nën, baba ka humbur fëmijën, sapo e ka sjellë në jetë, gjithnjë dyshojnë se ka ndodhur diçka, por jo të gjitha historitë janë të vërteta, se vdekshmëria e foshnjeve ka ekzistuar, do ekzistoj. Vetëm desha me fjalë që ta hesim atë brengën. E qartë. Nëse kemi diskutuar me asnjëri, vetëm me familjen time. Kisha 2 vlezër, njërin ka vdek që 10 muaj, edhe vetëm me vllajën e madh dhe mbesën e nipin. E qartë. Që kam diskutuar. Jemi të zeza se ke humbur vllajën nga kjo jetë. Po, kam humbur vllajën që 10 muaj, 63 vjeç, kam humbur edhe burrin i kam qenë se i ka jeta këto motër. Sa muaj vite ke që ke humbur bashortin? 6 vjet, po bëj. 6 vjet. Qofshin të parajsës. Ke humbur shumë njerëz të dashur nga kjo jetë. Të brengën, ajo inshallah, edhe është, mase nuk është, vetëm ta heqim të brengën që kemi. Por ndalimi pak, pas 3 viteve më the që i bie 1980-a, dikush vdiq në familjen tuaj. Vdiq xhaxha im. Dhe ju vendosët që ta varrosnit në të njëjtin varr? Nga që ishte varr i vogël kjo, edhe kur e morën edhe e hapën atë me fjalë stiar, se ja ka bo baba im varrimin tamam sikur të kishe vdekur në shtëpi, jo të kishe lindur e vdekur në maternitetin e Krujës, edhe e morën edhe e futën, hapën varrin e xhaxhait, edhe e futën te kamët e xhaxhait të gocën. Po, rastisht u hapa ajo me fjalë edhe kishte fëmijë vetëm panellatet edhe ajo guverta e Mnafshit, ka qenë një guvertë Mnafshit. Ju e keni varrosur, le të themi, motrën te xhaxhait, te varri xhaxhait. Po. Por pas 3 viteve, pse e hapët varrin që patë që s'kishte asgjë? E po s'kishte vend pra, s'kishte vend. Kush vdiq? Edhe ishte varri vogël, e po kështu u boshin me fjalë, me varros me fjalë, e fushë fëmin te varri xhaxhait. Po pra po, e kuptoj, motra u varros tek varri xhaxhait. U varros para goca, motra, pastaj xhaxhai. Pra vdiq xhaxhai dhe kur vdiq xhaxhai u varros te varri motrës dhe u hap varri. E qartë, e kuptova. Dhe në momentin që u hap varri nuk u gjet asgjë. Jo. Dhe ju bëri përshtypje kjo gjë. Na bëni përshtypje, edhe hajt kemi pyet, jo po ka qenë foshnja ujë. Thoshin, e vogël, ajo e lindi normal 9 muajshe. Edhe ne të me atë mendimin nëse do jetë ashtu edhe mbase ashtu është, po duke pa emisionet e juja, edhe kishim këtë... E qartë, ju keni pyetur mjek që nëse një foshnje sa po vjen jetë, ndron jetë, pasa vitesh... Ka pyet mbesa ime dhe na ka thënë mjeku s'ka mundësi që nuk ekziston kjo punë më thoshte. E dashur Dile, mua më kujtohet një histori tani që ti po ma tregon, historinë e një nëne vlonjate, e kam bërë në emisionin pa gjurmë, e cila gjithnjë e dyshoi që fëmia e saj nuk vdiq djali. E lani jetimore për shkak të shumë arsyeve, një fëmijë ardhur jashtë martese, dhe i thanë që vdiq. Ajo pas shumë viteve e ka hapur varrin dhe ka dashur
të zbuloj diçka, nuk ka gjetur asnjë lloj gjëje brenda varrit si puna juaj, por ajo ka marrë dhe për të bërë analiza ADN-je, nëse ka pasur mbetje, le të themi, për të zbuluar diçka nga ADN-ja. Dhe fatkeqësisht, le të themi, ADN-ja që ajo arriti të zbulonte sepse ka patur një foshnjë, nuk i përshtatej asaj dhe ajo ka të tjera, le të themi, dyshime që nuk ishte fëmia e saj që vdiq. Por ndodh që pas shumë vitesh, ajo e ka hapur varrin pas 20 viteve, flasim. Ndodh që pas 20 viteve, kockat e një foshnje mund të treten dhe s'mund të gjej asgjë. Unë nuk jam eksperte në këtë fushë, thjesht flas nga eksperienca. Tani bën 49 vjet. Po, 49 vite i bie tani, fiks, 1977. Në tetor bën 49 vjet. 77, 2026. Ka qenë shumë. Eksaktisht nuk e kujtoj me fjalë, po ka qenë mas datës 25 tetor. Por babait nuk, sepse ju thaj që motra vdiq në lindje, por nëna i dëgjoi të qarën. Nëna ime atëherë thoshe vetëm se më thanë lindje fëmijën e vdekur edhe. Po ajo dëgjoi të qarën e... Po ishe dhe koha atëherë, Odeta, ishe dhe koha me i fjalë që kishe pak diferencë me mua, edhe i vite edhe si zore, kështu dhe kur ishte në punë, edhe kur shkonte në punë, rrite me atë ndrojtjen, si kur i vinte tërë. Që ishte 7 zënë dhe po silte një jetë një fëmijë tjetër. E kuptoj. Por në momenti që ka lindur, ka dëgjuar të qarat? Se ma i menë se s'ja kemi bë këto pyetje, unë isha e vogël atëherë dhe kush i mendonte se do vjen një ditë që do ta kërkojmë këtë rast. E qartë. E dashur Dile, keni shkuar ndonjëherë në spitalin e Laçit në arkiv për të parë regjistrin themeltar, çfarë është shënuar aty, emri nënës që ka lindur, foshnja që solli në jetë, sa aty mund të zbuloni dhe datën e saktë të lindjes. Në spitalin e Laçit nuk kemi ikë asnjëherë se ajo lindjen e ka bën në spitalin e Krujës. Në Kruj, nëna ka lindur në Kruj. Në Kruj. Dhe nuk keni shkuar asnjëherë aty në Kruj? Edhe nuk kam ikë, jo. Pse me rrejt kot nuk duhet. Sepse hapi parë që duhet bërë është që duhet vini në spitalin e Krujës, në arkiva, për të parë në regjistrin themeltar çfarë është shënuar. Pra, e ndjera Dave Kastrati, e cila ka sjellë në jetë një fëmijë, aty do mësoni dhe datën kur ka lindur motra, se muajin e dini tetor 1977, orën të gjitha kur ka vdekur, kur ka ndruar jetë, shkaku i vdekjes, pra aty janë të gjithë të dhënat. Dhe është e rëndësishme t'i merrni këto të dhëna. Tani, unë prandaj me i fjalë deshëm të na orientosh edhe ti se edhe s'jemi shumë të njohur me këtë fushë. E qartë, e kuptoj. Tani, po më the ti, edhe ne mund ta bëjmë, shkojmë atje te arkivat e. Te arkiva e spitalit, të pyesni aty në arkivën e spitalit, të hapni regjistrin themeltar për të mësuar, tetor 1977 do kërkoni për të mësuar që zonja Dave Kastrati, kur e solli në jetë vajzën e saj, emër i kanë vendosur apo jo? Nuk mund të ndot. E qartë. Sa lindi ndroi jetë. Viles atëherë, këtu me i fjalë më ka hyrë kjo kurioziteti që të shtyem më shumë, se vendosmëria babës tim, se shumë njerëz i lindshin të vdekur edhe i varroshe vetë spitali. Kurse baba im se pranoi e mori. Po ne nuk e hapëm, as nuk e prumën shtëpi direkt nga Kruja, edhe e çuna atje të Varrezat. E qartë. Ashtu ishte koha atëherë, gjoja fëmijë por sa lindur, mos ta sjellësh në shtëpi. E qartë. Gjithsesi, duhet bëni këtë verifikim të parë, është shumë e rëndësishme për ta verifikuar, sepse aty do jepet dhe shkaku i vdekjes, aty do mësoni shumë detaje. Historia ndoshta është që ai fëmijë ka vdekur, por ju keni marrë shkak që brenda atij varri nuk zbuluat asgjë dhe dyshoni se mund të kenë ndodhur diçka në spital dhe fëmia mund të dhënë përmirësim, siç dyshon pjesa më e madhe e këtyre nënave që kanë këto histori. Kështu që do bëni këtë hape dashur Dila dhe ne do jemi në kontakt bashkë të dyja për të vazhduar më pas se çfarë hapi tjetër duhet të ndjekim. Faleminderit shumë.
Kështu që Faleminderit. të përshëndes dhe më vjen shumë Inshallah, fjalë më të mira. Faleminderit. Përshëndetje, respekte. të falenderoj. Dila, ju jetoni në Laç? Në Laç. Në Laç. Jeton e vetme? E vetme. Si është jeta kur u mbet bashortin? Shumë e vështirë është, por tani s'kam çfarë të them. Mbase do vje koha edhe të flas vetëm për hallëtinia me ty, jo se kam unë shumë në i brengse. Mirë jam, pun jam, me njerëzit më duan shumë të gjithë, qoftë këto që kam lind, njerëzit e mirë, ushre gjithë po dhe punetrit e kunatat jashmase. Por çfarë të mundon? Çfarë dhimbje keqe të mundon? Më mundon kjo se më ka mungu shumë një motër, gjatë gjithë jetës se s'kam, jam e vetme dhe kam nej duke mendu se inshallah jeton. Je vajzë e vetme, edhe 2 vëllezër ke pasur. Po. Gjithmonë e kam kujtu, thosha, sikur ta kisha. Edhe prapë është të maraku tam do jetë. E qartë, inshallah, por gjithsesi shpresojmë. Unë të uroj gjithë të mira, do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana, e dashur Dila. Faleminderit, përshëndetje. Mirupafshim. Ju falenderoj shumë për emisionin e për gjitha të mirat që bën ti. Të falenderoj, e dashur. Zotit shpërblet. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, e dëgjuam këtë zonjë e cila rrëfeu historinë e familjes së saj në kërkim të një motre që erdhi në jetë në vitin 1977, por u tha se ndroi jetë që në momentin që erdhi në jetë dhe u varros nga familjarët, por e dëgjuat këtë zonjë e cila tha se pas 3 viteve, në momentin kur ata hapën varrin, nuk gjetën asgjë, ndaj dyshojnë se fëmia nuk vdiq, por ndoshta diçka ndodhi në spitalin e Krujës, ku nëna e saj Ndjer Dave Kastrioti solli në jetë vajzën e saj. Mirë, urojmë dhe shpresojmë të zbardhet kjo histori, pasi Dila do të shkojë në arkiv për të mësuar çfarë të dhënash janë regjistruar në atë vit kur motra e saj lindi. Do të vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live për disa minuta të tjera, pasi një tjetër personazh do të ftoj këtu në këtë dritaren time për të rrëfyer një tjetër histori, kështu që e ndjekim së bashku. Si je ti? Mirë zemër, si jeti, si kalove? Mirë, më dërgove një mesazh, e lexova. Dhe prandaj të mora që të jemi të dyja së bashku për të më treguar çka ka ndodhur. Ti shumë faleminderit, të uroj gjithë të mirat. Si thash, jam rritur jetime, mami na ka rritur vetë aty në Poliçan. U dashurova me burrin që kam tani, kam 2 fëmijë. O, pse babain e ke humbur? Baban ma kam vrarë kur isha e vogël. Çfarë viti ka ndodhur kjo ngjarje në Poliçan, se nga Poliçani jam dhe unë? Ka ndodhur në Skrapar, zemër, në 2001-shin. E kanë vrarë? Po. O, sa keq më vjen. Sa vjeç ke qenë kur e ke humbur babain? 11. 11 vjeç. Je rritur vetëm me nanën? Po. E kujton babain? Ai që kujtoj dita sa edhe kur jam këtu te burri thosha që më dhem shumë, o zot thosha më mbaj mendjen, burri tani qa beri, burri sikur ma mori si shumë, se kjo është e fiksuar. Por çfarë ndodhi? Ma tregoj historinë. Ti je vetë nga Poliçani dhe çfarë moshe u martove? 18 vjeç, unë u fijova, i ka në Greqi, u kthyem, linda vajzën 21 vjeç, kem pasur debate në çift, ai ka qenë i daljes, gjithë të mënzieshim, pse del, pinte, apo hajde këto pjesë iku. Kishim vjerën ziu, beu, prap. Ngellën vetëm tani 5 vjeçar, ka shumë punë të mirë, punon me gips, të njëjtën gjë dilte, bente, telefonin ma mbante të fshet. Ka një 3 vjeçar dhe i ca tani, që ky telefonin e mbante të fshet. I ka pa një mesazh në vitin 2021 në 31 janar. Më tha që do ta dërgoj aty, po mesazhi thashë nuk është e për mua. Filluan ato, e ke parasysh pastaj xhelozia? Sa arriti ky më tha mua ajo është e sëmur, i thoshte motër, se unë një motër kam. Tani ti dyshon se ai të tradhon?
Dyshoja kisha 3 vjet, sa më thoshin Arilda, ti sikur ai është shumë aktor, ai është shumë i zgjuar në njerëz. Më thoshte shoqja e ngushtë, motra, Arilda ti po fiksohesh moj, më thoshte mua. Po mirë me lere, unë u fiksova dhe thosha që ai ka dhe personin i thash që ti ke kujdes na filanka. Ti më tha mua që nge së mund, më tha mua. Ti si thoshe dua për baban, eme se me jetën të endo merë mu, sa mua. Ishte thënë të motrës, ajo ashtu është fiksuar dhe për baban, nuk fiksua e për mua. Kur i kam gjetur Odeta mesazh dhe telefonatat e fundit para ca ditësh, i thash, unë jam e fiksuara, unë fillova po pija dhe kokra. Se thash, mbase po i hy në hak, mbase. Thash, tërbe ani nuk vajtëm njerë në plazh. Tërkon ke ndenjtur në filan vend, i thosha. Diçka nuk po shkon me ty, jam kridhur në borxhe, thoshte, s'po më japin lekët, edhe dilte vet. Po mira, po kur s'del rri në shtëpi, thosha, nuk rrihet me ty, se ti të haveshët, ti kështu, ti ashtu, nuk të duroj dot, se fillon me sherr. E shfutur motra jote edhe në punë të dytë, tani jam infermiere, nuk më del 550-ja, jam futur shqip se tani 2 me nent. Si të shtrohesh ai të rinte në shtëpi me fëmijë se ikte në orën 8 në darkë e vinte në 11-12. Sa fëmijë keni? Ai 2. Qa moshe janë fëmijët? Çupa është 14 mbush tani në 13, çunja është 7. Që janë të rritur? Po. Dhe me jetë i kesh. Por ti dyshon se ai të traton, por çfarë telefonatash ose ai mesazhi, çfarë shkruash që ti le të themi e dyshon që burri ka një tjetër grua në jetën e vet? Mesazhi që ai shkruante ishte: "Gëzuar vitin e ri shpirti im, të dua shumë, ndërsa familjes tënde i uroj gjithë të mirat. Të dua shumë mos harro." Nuk ishte për mua, u zumsa. Po s'ishte ndërsa familja ime, se ti familja ime je ti, thash unë. Ti arrite të zbulohet dhe numrin ku t'ja ka dërguar? Nuk e zbulova do se kishte 2 numra, i the na një numër në numrin e tij tjetrin. Dhe atë e mbante me kod, ishte më keq se nuk i fshiu biseda. Kurse tani që kishte një numër, i zbulova numrin, WhatsAppin mu hapën syt natën, ai hapi një moment telefonin, unë me bishtë të syrin nuk lëviza, ai e kishte edhe WhatsAppin e asaj, derisa kam gjetur WhatsAppin e asaj persone, foton, u binda i thash ti ke WhatsAppin e filankës, jo, tha, filloi me nerva. Dhe më mbrapa, i fshiu, ma la telefonin, i gjeta numrin tjetër, se një kishte WhatsApp, një nuk kishte. Unë ja gjeta të 2 numrat asaj. Dhe ai e kishte marrë me numër pasaj atë, dhe thoshte unë e marr për punë se po i luaj dyqani, thoshte. Por ajo është patriotja jon? Jo, ajo është nga Tirana, ka jetuar në Greqi, dhe është, çfarë të them, mua nuk e di pse më ra ky kusur dhe sot tër ditën atë vetëm kam qartë, thosha, o baba të mor, ajo është kokë kurvës në Berat. Ajo nuk e di, unoj ka bërë në impresion se ai këtej mua s'më le, kam arritur në divorc, do vemi në gjykat, do vemi thot ai, këtej më vjen mua më puth, më ben, tash o mua o atë, i kam bërë blok kur vajta, unë e takova, te sa do të bënte shoqe para cakosh mua. Si do të bënte shoqe? Do pi në një kafe bashk, do bëjmë kështu, do vish të bëj syt se ka hapur parukeri, do vemi në Tiranë të dyja, nga me një mua ti thash unë asaj. Po jo, ja, thjesht të kam përshëndetur djalin e mami Mirit, Luene Disoni, fjalët e saja. E ke takuar? I thash kështu. Ti e ke takuar? E takova një herë e takova dhe nuk më pëlqeu si tip, thash, kujdes para 2 viteve. Kujdes në ajo kur të vesh të lyesh, i thash, se ajo nuk më duk femër e rregullt. Ajo ishte që të ulesh vetë në gjumë. Por çfarë, në atë takim çfarë ndodhi mes teje dhe asaj? Thjesht bisede që po bënte ajo me mua më krijoi një ide që ajo nuk ishte si gjithë ne, siç po flasim ne të dyja, ose ti ishte një femër e vuajtur, ai ishte vetëm femër, ç'a të them. E martuar me fëmijë është dhe ajo? E keqja është se është dorë e zezë, mulate ajo, burrin e ka dorë të zezë, fëmijë të zinster, ka 3 fëmijë dhe ajo. Dhe kur e ka pa bardhie, unë i thash dëgjoj, thash largohu na e dison, i thash unë se po më shkatron familjen, i thash unë, ke burr ti, pse e merr ti burrin ti, pse merr burri jot? S'kam burrun, thaja. Wow. Pra në një farë mënyrë ajo ta ka pohuar apo mohuar? Ajo nuk foli fare, kush është ky mesazh? Se ky imi kishte shkruar biri të njëjti WhatsApp, ku kemi 3 muaj që po ham kokat, dhe i thash mos kime kontakte, e ka kapi çupa, Odeta, unë isha në punë, se kjo është në punë, edhe i fshin ai para se ty në shtëpi.
Po që zoti që çupa u fut në dhëmë, sa të hap njëri telefonin, kur pa jo biri, sa mami sa dëshmëra kështu në zemër. Sa është e rëndë? I thashun pse shumë e rëndë është, shumë e rëndë. Mos futen fëmijët në pjesën e konfliktit mes tyre dhe atit. Jam parë sherë, kam parë çdo gjë kam parë. Por ai ta mohon, edhe pse ti ke arritur ta vërtetosh që le të themi ai mund të ketë krijuar një lidhje. Ai e ka mohuar dhe para 2 ditësh më tha, unë vetëm kam shkruajtur saj, se s'kishte nga ta mohonte, ja kam shkruajtur djalit. Ky WhatsApp ka shkruajtur me mua ajo për të pirë veri, thash unë. Nuk ishte djali. Pse e hoqi sa ditën tjetër e hoqi atë WhatsApp, e mbylli, hapi numrin tjetër pastaj. I thash unë ti ke folur prap, i thash unë, ku qysh unë dola nga dyqani asaj e hipa në makinë me këte, ajo e mori prap telefon, unë i thash mos ki me kontakte me Edisonin. Ajo e mori në telefon edhe i tha rregulloje çika të ndyrësirën. Unë qa si thash asaj. Ky i tha, po çikini këto, tha. Mirë se rregulloj u, qa ishte kjo folur, ti se unë të thash pse si ke bërë blok, re, i thash unë. I bëj blok numrit, re. Kur ajo të bezdiska, po e merr ti atë, i thash. E po të dyja nuk na mandotin edhe atë edhe mua, i thash. Më vjen keq sinqerisht me këtë situatë që po më tregon, dua të bëj një pyetje. E do burrin tënd përderisa arri, sigurisht. Po derisa po rri fiks, e kam dashur, po tani po arri sikur po e urrej. Nuk po arri ta kuptoj tani qa është. Se ai unë e di shumë mirë që ai është, i thash, ti je si ata narcisistët ose egoistët, nuk e ku është, ose e do, ose nuk do ndash dot familjen, e do mbashtet atë, po kështu do të dali prap diçka tjetër, i thash. Jo, po, tradhtia është e rëndë, nuk falet. Ka njerëz që e falin tradhtin, ka njerëz që shkojnë në divorc dhe nuk e falin tradhtin. Nëse ti i ke dhënë një shans, zemër, që ai të ndreqet dhe t'i rregulloj gjërat, dhe ai nëse nuk e bën këtë gjë, atëherë ajo që u ngelit është divorci, sepse unë besoj... Minimum një deta nuk ka berë. Ka çunat e asaj në Instagram, i kam thënë që para një jave, hiqi. Edhe dje që u zum keq, ai prapë sot në mëngjes nuk e kishte hequr. Qysh t'ju them unë atyre, se ku ka arritur ai? Nuk e di unë, nuk po arrit ta kuptoj. Ti po shkatrohesh, po shkatron fëmijën, po shkatrohesh vetë, gruan, qysh ti thosh ti, e vgjitit ti thash unë. Pa paragjykuar racën, ëh, Nese, jam shumë e revoltuar dhe shumë e shokuar. Ke folur me njerëzit e burrit? Motra, vëllezër, çfarë ka? Kam folur. Unë vetë duart në zjarr për Edisonin, që shumë e ke të kot. Ishte motra këtu para 2 javësh, 1 javë, neti 2-3 javë. Kur iku tani dhe i tregua mesazhin, Saraja ka treguar, i tregoj mesazhin, shikoj çka ka bërë Edisoni, u shokova, tha më vjen keq për Arel dhe nuk di çfarë të bëja vetë. Nuk më ka marrë në telefon. Tani. Burri qa ben? Do bëj këte, do rri me ty tërë ditën, do bëj këte? I thashun do rish tërë ditën me mua dhe do flasësh tërë para ditën me atë dhe do fshish numrin, apo do ndëroj numrin ajo, i thashun që mos ta kuptoj unë, se këte ke për të bërti që fse po vazhdon me gënjeshtra, i thashun. Dhe si reagoj? Jo, kur e mori ajo, ti minimum ndje bem luftë tërë ditën, i thashun, ti se pas ke blokuar, si mbaja me numrin, tha. Po ti i fshin për dita dhe qysh e gje pasaj ditën tjetër, i thashun, që të del numrin. Ti e ke këtu numrin, re. Je ullur dhe të flasësh njëherë pa prezencën e fëmijëve, nëse nuk e ke bërë bëje? Jam ullur, isha tërë ditën, i bia në fush peshtan deri në Berat, 3 herë xhiroj ram, që u sqaruam që folëm, dhe ditën tjetër e mori prap zonja. E mori se i vajta unë të dyqani, pse si ke bërë blok, i thashu, më mori për ty, tha. Po ta kështë e blokuar, s'kishte ku të mirte ajo. Po më qysh të ndaja, e fole ti, tha mua. Ore ti, qysh nuk di ke gjeti që i the qa janë këto mua bete, a je ti kryesori me ate, i thashu. Pse si the mos i bje me numri telefonit tim? A i e ka pranuar që ka pasur lidhje me të dhe është ndarë? Jo, a i ka pranuar që thjesht kam shkruajtur, por nuk kam arritur ashtu, dhe thot me fjalë jam ndarë si qka, na gushti deri këtu jam ndarë edhe njeri gjeja telefonin tjetër, njeri ka kapajt këtë mesazhi që po them, e tani e mori prap në telefon. Jam undava, thot ai, nuk kam me kontakt. Atëre, do t'i është ti që t'i vësh disa pika mbi i, dhe pse sa vite keni bashkë edhe njerë tute? Po vemi afërsisht 18 vjetë fjes, kështu që pa po vete 14, po vemi 15 vjetë.
Nuk jam Po që jam njohur që në moshën 18 vjeç, unë jam 35. Nuk jam pak vite, le të themi që ti ke ndar jetën me Edisonin dhe ke sjell një dhe 2 fëmijë dhe duhet jeni të përgjegjshëm dhe për fëmijët dhe e kuptoj dhimbjen që përjeton e dashur, por duhet i vësh disa pika mbi i. Nëse jepi shansin e fundit, nëse ti vazhdon të dashurosh, që nëse emri asaj gruaje, numri telefoni asaj gruaje, gjendet celularin tënd, mua më sill shqetësimi më të vogël, unë marr fëmijët dhe iki, dhe bëje, merr fëmijët dhe ik, dhe drejtohu gjykatës ti kërkosh divorcin, atëherë do t'i vinë mend në kokë atij personi. Po vajta në gjykat nuk theme, unë letulesh në gjunjë ti. Por familjarët e tu, që besoj i kanë folur. Mamin kam, mos është martuar. Kush e pyet burrin e mamit o ditë? Mamin kam dhe mamit i tha para ca kohësh kur mbesha xheloze për telefoni, për Instagram, për TikTok, që janë këto budalliqe se na hengër shpirtin, i tha na mbaje çupën sa se e ke të sëmur, i tha. Sa i tani të... Mere mamin tani dhe thuaj që qa do t'i thuash, thash, tani se kështë fajnë arenda, i thash. Do me thënë ai të trajton dhe si të sëmur ty, që je ti me probleme. Po, edhe këtë i pas të rast, ti do që unë të arrit të sëmur e vërtet, se ti do vazhdosh me atë me se kam parë unë. E di qa kuptova, i thash, unë ti s'më do me mua, i thash. Çfarë të tha? Ti je ftohur me mua, jo nuk jam, sa nuk je ftohur ti, thash, ti ke përdorur të tëra llojet e dhunës tek unë dhe me atë ke ndetur të beharin, i thash. Dhe sa buti fole në telefon asaj ti, kur tha për gruan asaj ndyrësirës. Pse si theti, çaj ke këto muhabete mbyllë dhe mos merr me. Ose ka ndonjë gjë që ai çfarë të them, nuk e mohon dot tek ajo dhe ka se janë nxjerr, se nuk po arrit ta kuptoj dot. Por pse ai të ka dhunuar ty? Për para me qëllon të muaj. Po si e ke lejuar ti? Deta, kur kam qenë me çupën 3 vjeç, ai më ka rrahur, kam ikur te mami në Poliçan, erdhi dhe ky se zisha me vjerin dhe vjerën, e çova dhe në polici dhe prapë u bashkova në ajo që e doja shumë. Edhe them tani jam pasojat. Më lejon të pyes? Po. 18 vjeç, me blesëri apo me dashuri u njohe me Edisonin? Vetë u fut, po puna ishte se i tha dikush gjyshja që alamet çupe është kjo. Dhe i u fut pastaj. Nga është? Nga Poliçani është dhe Edisoni apo? Jo, është nga Berati. Nga Berati. Pra le të themi gjysmë dashuri edhe personat e familjes ishin dakord. Po. Por ai sa vjeç ka qenë? Ti 18 vjeç, po ai? Sa keni diferencë? 24. Mirë, nuk keni shumë vite diferencë, është normale. 6 vite. Është ideale mosha e 2 partnerëve të jenë 6 vite diferencë. Po si ka qenë ai në fillim me ty? Si e ka pasur marrëdhënien? Në marrëdhënie ka qenë mirë, por në pyetje në ekonomi njësoj është. Në dalje është për shoqëri. Sa i thash, ti mos ke mendje tek ajo. E qartë, e kuptoj, dhe në marrëdhëniet intime ti arrin ta kuptosh që ai nuk të do më. Po, unë më thot je trash, e trash jam se të mora ty edhe s'kisha njohuri, por jam shumë e zgjuar, i thash. Dhe duhet i bëj ato të tua tu që mos të trashem, se po trashe vërtetën po të ndenjta, se nuk ka asnjë lloj të tërë që thon këtu ti je Florisën, si në sjellje, më duan e njerëzit e atij. Ajo që t'jap si këshill është mos e lër të poshtëroj në mënyrë absolute. Tregoj dhëmbët. Le të jetë babai i fëmijëve të tu, por mos e lejo të poshtëroj dhe mbi të gjitha që ai të ka dhunuar. Po mirë, ti u fejove, u martove. Kur lindi dhuna? Dhe për çfarë lindi? Pse të godiste? Më qëllonte për një fjalë goje që mund të thoshte mamaja, e zë. Mamaja jote? Mama e ti. Vjera. Po. Dhe i thash, më ka kapur një për flokësh, e më të roqi, më bëri koka, e ke pasur floku, i thash, po më prek edhe njerë me dorë, për shpirt të babit do të çoj polici, i thash. U zum u grim këtu me vjerin, më tha hajde ikim te Tonja Poliçan, ikëm, erdhi i pir një herë, më tha mua çu do ikim Berat. Unë me shtëpi me qira tani, nuk të vi me atje, i thash unë. E ma kaputi me grusht, iku. Unë veta me çupën atje se çupën kisha. Pas 3 ditësh ç'a bëri ky, më krijoi presion, më tha më nxirr çupën, më mori çupën.
As vjeri, as vjera, as kunata nuk më morën në telefon që pse ky burr erdhi vetëm e ti po rri lart. Po erdhi pastaj më tregoi dhe dhunën me çupën. Mua aty mi kumendja dhe vajta direkt në policinë e Poliçanit. Policia e Poliçanit e futën sikur dhunë, unë i thash dua që të ashtu të divorcohen, po kur s'dije gjë, dhe tani na ajo po dua të pyes, nuk dua të bëj me gabimin që e bera dhe e pësova thën. Por kur ti e denoncove për dhunë në Poliçan, ai nuk u mor mas, nuk u fut në burg? Jo, unë ja fala pasaj vajtëm atje, thjesht detyrim paraqitje, se unë erdha këtu pasaj. Po jetoja me ata, nuk po flisja me vjerin, o sa kam vuajtur. Thash, kam vuajtur në fëmiri, kam vuajtur tani. Po këtë që pata, thash. Zemër, po vjera dhe vjeri pse nuk të donin? Le të themi nuk të mbështet. Po, u zu me këta, pse zish, nuk punon të Edisoni, pse zish, vetëm lafe berte vjeri, kod berte, se ata i thashtë dhe një ditë, të isha në një rrugëve, në një këshu të më kështë nëzirë jashtë, do kësha shpëtuar që atëri, thashtu, po pse më mbajti, thashtu. Kod zishi, më dita, kod fare. Ky s'punon të rritë deri 12 natës, u kthye kundra meje. Pastaj unë vija në shkollë për infermieri, më jepte lekët mami që na rriti dhe ajo më shkolloi, dhe kur erdhi puna thoshte vjeri im që janë lekët e mia. Kod. Po vjera, si reagonte në këtë situatë? Vjera ishte me keqe. Si vjerë dhe vjerë, e ke parasysh tani? Edhe kur je me e mira, ashtu më keq. Se nuk ja ktheja unë që atëres. Sa vite jetove me vjerin dhe vjerën? Ato ndente këtu, po vjeri ikte vinte me vjerën ndente, unë goxha, 7-8 vjet më shumë, po vjeri na një 3 vjet se vdiqja i pëse. Të dy vdiqën ata. Janë larguar nga kjo jetë, le të themi. Ti ke jetuar me ata derisa kanë vdekur. Po. Por në emigracion, kur shkove, pas sa viteve nga martesa shkove në emigracion me burrin? Në emigracion kam vajtur direkt, si mbarova gjimnazin e Poliçanit, vajta direkt, ndajta 1 vit e gjysëm, por me Edisoni këtë pjesën e xhelozisë e kam pasur, se Edisoni ka qenë shumë tipi i hedhur. Unë e njihja edhe na ajo nuk doja, nuk e pranova në fillim, ai më thoshte ishin aventura, unë do ndryshoj, unë kështu, po njeriu nuk ndryshoka. Tani në Berat, me sa po kuptoj, ti jeton vetëm me burrin dhe 2 fëmijët. Po. Po vajza, çfarë i ka thënë babait kur i ka kapur mesazhin se e rënd është? Vajza kështë e qarë, i kështë të në qënetit i thosh biri asaj, i thash djalit asaj, thoshte. Edhe djalit i paske arritët i biri më thoj mua, i kështë të në qufa. Dhe si kishte reaguar ai? Po na fut në telash i kështë të në qupës. Jo, telash e keni qenë, ju i thaj, s'po ju fusun, sa, që dhe me këpësa hape telefoni. E kuptoj, martesa juaj ka pasur probleme që në Zanafil. E ke duruar dhunën, i pas ke falur dhunën, i ke falur tradhtin. Kishte marrë kredin, nuk e dija. I thash, qoftë kredia, se na ajo e mbaja telefonin të fshehur. Okej, ke marrë kredin, ajo qoftë, mos tjetë kjo gjë tjetër që unë mendoj, thash shumë. Pastaj gjeta numrin që kishte folur 3-4 herë në ditët, kur unë largohesha nga shtëpia, kur ai dilte jashtë shtëpie, se kjo se di këtë numër, kishte thënë ai. Është në fakt është shumë e rëndë, sinqerisht e ndjej dhimbjen që përjeton. Absolutisht, kur kap mat bashortin. Unë jam mësuar dhe kam 3 vjet me këtë lloj, me erësoheshin syt. Por të ishte në moment unë do kisha pësuar në një gjë, po Zoti sikur më përgatiti. Jo, ti e dashur nuk e pse të dorëzohesh, thriti mendjes, nuk e pse të dorëzohesh, nuk e pse të pish ilaçe. Ai nëse ka të mendje dhe do të shkoj tek ajo zonjë, atje le të shkoj, ty Zotit ka falur 2 yje, që t'i kesh pranë vetes gjithë jetën, do vuash për atë dashuri, po më mirë të largohet dhe ti jesh e qetë, se sa të mbash një burr që të pas ka shkatruar jetën. 16 vite që ti s'ke qenë e lumtur. Jo. Është e dhimbshme kjo, mendo pak për veten tënde. Nuk kam menduar fare deri tani dhe i thash, tani dua veten, i thash. Se vërtet do arrisi babi im me fiksime pastaj, thash. Se njeriu i drejtë arrin në fiksime, thash, do nuk të kam drejtur asnjë çik, thash. Se unë s'kam pasur gacmime. Ajo që unë do këshilloj është që ti të flasësh me të, ti vësh pikat mbi, mos e tolero, nëse ai të lëndon, mos jeto si një grua që vuan, që lëndohesh, që duron, fal, nuk ke pse i bën këto gjëra. Ke bërë gabim më të madh që e ke falur kur ai të ka dhunuar.
Ta them këtë dhe e ngre zëri sepse disa mërzitem kur dëgjoj shumë vajza dhe nëna të reja që durojnë dhunën, durojnë tradhtin, të poshtërohen, durojnë gjithçka dhe mbi të gjitha shkatërrohen dhe fëmijët. Vajza është e madhe, e kupton se sa e përjeton ajo nga ana emocionale kur ka mësuar që babai ka një tjetër grua dhe nuk e do më nënën e saj, është e rëndë. Po kur i thoshte Tërbearin që mami është e sëmurt ke qenë babi, po do ta vërtetoj koha. Wow, deri në këtë pikë ka arritur? Po, ai thash, ky nuk më do me mua, thash, unë më mban thjesht si mos t'i shkatrohem fëmijë tani. Të ketë fëmijët në shtëpi dhe veten e tij të dali të bëj, unë këtë kuptova te ty, thash unë, tani. Ti je rritur vetë, je 35 vjeç, vendimet për veten tënde i merr ti në fund. Absolutisht, je ti ajo që vendos për jetën tënde, por nëse situata është kështu dhe ti vazhdon të vuash me atë person, mendoj e mirë. E dashur, sinqerisht më erdhi shumë keq që të dëgjova sot ty. Dua të motivoj, forcë, të mos dorëzohesh. Mundohu që gjërat ti qartësosh në familjen tënde, mos të bësh sherre. Njerëz të qytetëruar din të flasin dhe din t'i ndajnë gjërat mirë, nuk e pse bën sherre dhe të shkatërosh veten tënde, zemrën tënde, të shkatërosh fëmijët e tu, se mbi të gjitha mendo për ata 2 fëmijë që po rriten mes sherreve, mes ofendimeve që bën babai ndaj nënës së tyre dhe këto ndikojnë shumë në psikologjinë e tyre. Kështu që mundohu ti qartësosh gjërat mirë me veten tënde dhe të marrësh një vendim të duhur, një vendim që mos bëhesh pishman nesër. Nëse ti e do atë person, tregoja dashurinë dhe jepi një mundësi që ai të rikthehet dhe të jetë një baba dhe një burr i përgjegjshëm për ty. Nëse ai nuk është i tillë, por shkon lule më lule, ndaje, mos e mbaj. Po në qoftë se vetë vej këtë, duhet të pyesja më shumë, vetë vej divorcin, domethënë duhet ta paguaj unë divorcin? Po, ai që i drejtohet gjykatës, i pari, ai mund ta bëj divorcin, por duke ditur që je një grua e dhunuar, dhe ai ushtron akoma dhunë, le të themi edhe psikologjike ndaj teje, se me këto që po të dëgjoj, ushtron dhunë psikologjike. Psikologjike plot, po kështu tani me dorë se kam lejuar, unë ka një 2 muaj. Por pse deri para 2 muajve ti ke qenë e dhunuar? Unë dilja me krahun e nxirur. Unë mendoja që dhuna ka qenë në vitet e para të martesës dhe... Apo se theu tavolinën e mezit ai. Si e theu tavolinën e mezit? Në nervat që uzu me mua, theu, se i thashu nuk i bëhem i mene, do më paroj, ka që ishte. A i ka të keqe këte se nuk e pranon ndarjen. Jo, po t'i vërja kusht. A i le ta pranoj, mos ta pranoj, t'i vërja kusht që do marrë fëmijë dhe do ikë është mësuar se Arilda duron edhe kthehet prap, siç kam qenë gjithmonë. Po pra, se ky është gabimi jot. Ai të ka dhunuar që në vitet e para të martesës ti e ke falur, e ke denoncuar në polici, e ke falur. Kështu që ke bër gabime, janë gabimet e tua të gjitha këto. Ndaj vëri pika mbi i dhe mos e toleron më. Për çfarë e toleron? Deri para 2 muajve ai të ka dhunuar? Po. Po gjithë kjo vajzë e bukur, e shkathët, për çfarë e ke toleruar? Ke bërë shumë gabim. Për para fëmijëve të ka dhunuar? Po, dhe para fëmijëve, po kam çuni që me qanë çuni kjo dita. E kupton çfarë keni bërë, keni shkatruar djalin. Me qanë tani ai më thot mos u ndaj, kjo është me keqe. Se normalisht çdo fëmijë nuk arrin do ta kuptojë dhimbjen e një nëne që përjeton nga një partner të papërgjegjshëm dhe çdo fëmijë ai do të dy. Unë dua të dy. Po bravo, fëmijët duan dhe nënën dhe babain, por ti nëse nuk je lumtur, mos mbaj një martesë për hir të fëmijëve, se do i shkatërosh ata fëmijë, do shkatërosh dhe veten. Arilda, kështu që ta them me shumë sinqeritet, me zemër shumë të pastër, nëse ti vërtet je një grua e dhunuar, që vetëm përpara 2 muajve je dhunuar, ti nëse nuk e para, se të duhet një avokat që të pagosh, të ndjeki i gjyqin dhe të bësh divorcin, në Shqipëri nuk e di, a e di që janë disa zyra të vendosura në dispozicion nga avokati i popullit që i marrin përsipër
divorcet pa pagesë për të ndihmuar gratë e dhunuara. Dhe duke ditur që je një grua e dhunuar, mund t'i drejtohesh këtyre zyrave që të mos kesh kosto pagesa, le të themi, për divorcin, nëse gjithmonë ti e ke marrë atë vendim dhe do i drejtohesh gjykatës dhe t'i kërkosh divorcin. Tani që thashu, ai mos futet brenda pastaj. Tani, shtëpia që ju jetoni e kujt është? Shtëpia është e vjerit dhe vjerës dhe ata kanë vdekur të dy, janë 4 fëmijë këta. E qartë, po. Unë s'kam shtëpi. E qartë, nëse shtëpia nuk është në emrin e tij, i bie që ti mos të takoj asnjë gjë aty. Shtëpi s'kam. Ai lek kredi ka marrë. Unë i ka marrë dhe mamit tim që i mora mbylla një kredi para 2 vitesh. I kam edhe 4 milion, 5 miliona afërsisht. Dhe ai do t'ja jap sot, jap nesër dhe vetëm punon me gips, vetëm prish dil, bej. Nuk e do fare idenë që të heqi. Fare. Nuk e di. Po kush e mban atë shtëpi ti? Je pa i 200, 500, 300. Ja, kjo është rogja që të sjell ai. Sa për të ngrënë bukën, o dita. Unë gjën e parë prish 500 centime dhe po ngina ai do m'japi pastaj. Se të them real do 1 milion e ca. Po 500.000 lekë ti si burri them unë që kishte 7 punëtor. U kris, nuk di, nuk menaxhon, nuk vetëm qeras, nuk e di çfarë njeriu është. E kuptoj, nëna jote të mbështet, ajo të ka ndihmuar. Ajo më ka ndihmuar dhe për shkollën, ajo më dha lekë dhe prap them se ajo do më ndihmoj që ajo të rritesh një nenje me 2 fëmijë tim, imagjinoj ka kursyer ajo lekë. Unë nuk paha do të bukën. Është turp. Më vjen keq, sinqerisht, të kuptoj dhe të besoj. Unë infermieri, i thosha, ore kemi vuajtjet nga qefi, ti kjala me të pune, me brigat, në mbrapa, puno vetre ku së të del. A i rrinte në lokal, rrinte përballë botës, edhe ishte Terezi. Ziu tërbeari, ca ben ti në për lokale, jo, ma do puna, që ras takoj një inxhinier, një kështu, po pse re për dita për orë, për dita. E qartë. Më falë ti po punon në televizion, tani, ta do puna që ras është të Shqipëri. Po ti po punon për ata fëmija aty, nuk po punon, të punojnë berat dhe me emër në berat, se më intereson emri, mo dhe ty të let me fëmijë të vuaj fëmija. Që sa të mungon ty, më thot mua, po që sa do të më mungoj me, mua i thash. Nuk e di tjo, ai nuk ndryshon, unë këtë e kam parë, dhe ai më thot ma, unë nuk flas, ai, e disa kam arritur tani të marrë numrin e asaj, ta formoj sot ose nesër, dhe të shikoj, i ka bërë blok apo jo. Mos e hidhëro zemrën tënde, shpirtin tënd, vetëm ajo që të këshilloj, mere, ule, dhe foli, dhe bëri kushte. Dhe nëse ai Veri sa të duash, ai thot mirë, kështu më tha dhe në fundit mua. Do heqësh dorë, thashun për herë të fundit, po Arilda. A e pash, me mesazh, me telefonata, e justifikon. Ja dërgova djalit, ja më mori për punë për dyqanin, se do luaj dyqanin, ja këto ka pasur justifikime. Po biri, ja dërgova djalit unë biri. Unë e kuptoj që frika jote më e madhe është që po divorcove ku do shkosh me 2 fëmijët. Po. E qartë. Atë po mendoj. Të kuptova, por mos haro, gjykata do vendosi edhe një detyrim ushqimor që ai do pagoj. Ai ikën fare jashtë shtetit do të ta as janë ndjen me fare për fëmijët. Pse deri në këtë pikë që mund të harroj dhe fëmijët e vet? Po, ai nuk po do me veten, nuk arrin, ja kështë thënë shoqes time të ngushtaj. Po u nda Arilda, kështë thënë të harroj për shpirt atyre prindërve, unë nuk ja pas një lloj detyrimi, le të fusin në burg. Se e di se do ta mbaj me lekun atë për të ndarë, ke parasysh ku e mendonte ai, sikur do mbante muaj. Por mos u merakos. Sepse në momenti që ai spagon atë detyrim ushqimor, ajo shtëpi aty ku ti je dhe po flet këto momente me mua, ajo shtëpi është e dy prindërve të tij që sigurisht kanë vdekur dhe pasuria kalohet direkt tek fëmijët. Ai ka pjesën e tij aty dhe nëse ai nuk pagon atë detyrim ushqimor, ajo pjesa e tij automatikisht i jepet ty dhe konvertohet. Kështu që ti mendoj mirë gjërat ai, se nuk është aq e lehtë, domethënë që një baba un po u ndava nuk ja pas një detyrim ushqimor. Domethënë ai s'dash ka fëmijët e vet. Unë prandaj nuk kam marrë gjë mbi sipër i kështë thënë asaj. Shikoj ka bërë gjërat me plane. Po mira, ai nuk e dinte që shoqja jote e ngushtë do t'i thoshte të gjitha këto? Po për të thënë mua e mi thaj, që të tre me mund. Po, i bie që martesës tuaj pas ka për fundi komplet.
Dëgjoj motren, unë u futa kam 3 javë që janë futur tek e puna për t'i thënë atij që unë edhe ja dal vetëm. Ai prap i ka pa mesazhin unë tani, ai nuk e dorë. Unë këtë kuptova tani aty. Jam ulur, kemi sqaruar. Ti thot mua i këtë zana do vazhdosh, por e hiq dorë na filan kare. Ama po vazhdove kështu ti edhe sot u zu prap. Më tha mua ik firmos ti në gjykat. Zvete unë në gjykat të pagoj, se po vajta ti vete në nen tjetër i thash unë. Po vajta unë. Dhe mi kthen shteti lekët mua i thash pastaj. Po do ikësh në nen tjetër dhe nuk e di se si do përfundosh i thash. Po ik vet, hape vet, pagoje vet. Edhe të ndahesh siç duhet thash. Kështu i thash sot. Gjithsesi, je e rritur, gjej forca dhe merr një vendim më të mirën për jetën tënde. Mos vuaj, sepse nuk e lindur të vuash. Kemi lindur të jetojmë të lumtur dhe atë lumturinë e zgjedhim vetë. Nëse shikojmë që nuk shkojnë mirë gjërat, edhe largohemi. Nëse nuk ndihesh e lumtur aty me atë person, largohu. Nëna jote ku jeton e dashur? Në Poliçan. Me bashkëshortin e saj. Po. Ti je rritur nga Njerku. Jo, unë ika pastaj mori mami Njerkun. Unë jam rritur me mami vetëm. A, je rritur vetëm me mamin, por dua të pyes për babin. Çfarë ndodhi me babin? Kush e vrau? Dita babin ma vrau policia. Policia e Çorovodës? Por pse? E Beratit e Tiranës të tërë janë berë. Babi kaloi në fiksime, o dita se ishte një njeri shumë i drejtë, shumë i mirë. Në momentin që i tha Xhaxhai do ndahemi, ai e përjetoi, pati sherrin me Xhaxhan, pastaj u bë me fiksime për një burim uji, u bë çështje me policia, ai nuk logjikonte me. Arriti sa e vrau shteti pastaj. Por pse mori diçka peng? Çfarë bëri që policia i gjuajti? Nuk mori peng, ai arriti mbante bombat si ato mësimore që ishin atë kohë, i mbante na me vete duke sikur mbrohesh me ato. I kushiti një shelek në Çorovod, kur u kthye, ju duk sikur e ndoqë policisë, ky ja futi vrapit, policia i doli te rruga lart mbas e ke iden atje tek thesa, ai hodhi bombën mësimore, ata ju bën në ndoqën, e kam vrarë mu para shtëpisë tonë ditë. Dhe mami im, po t'i vesh re, ka ardhur tek ajo njerëzit e humbur. Më duket se ka treguar, jo më duket, po tregoi historinë e babit. Dhe asnjë gjë çfarë do bënte, asgjë s'u bë, po I pa harruar qoftë dhe më vi ka keq realisht për historinë e babait tënd, që nga shumë e dhimbshme, por unë nuk e kujtoj, nuk e mbaj mend si histori. Në 2001 është bërë dhe atëherë sot dita u bë dhe me gazeta, po nuk e di pse nuk ekziston gazeta. Se ndoshta në atë kohë nuk hidheshin gazetat online, internet dhe lajmet nuk U bë me gazetë, me dëshmitar çfarë njeriu ishte, kur erdhi puna pastaj sa ata e bën vetvrasje shteti. Pse nuk Vrau vete. Se kështu e vrau policia dhe në fund doli që ai kishte bërë vetvrasje? Po. Sa i thash mamit pse firmose se unë do ta kërkoja, i thash. Po shteti nuk u ndihmoi juve, nënën tënde me 2 fëmijë të vegjël? Fare. Vetë na rriti mami. Them, ajo që pas ka qenë shumë e mençur, shumë e zgjuar dhe shumë e fortë, ta them tani nuk duron dot ajo, kurse unë them jam me shkollë, me kështu them nuk e përballoj dot prapë. Po, tregohu e fort, mos u dorëzo. Nënës tënde i ka ikur bashkëshorti në një moshë fare të re dhe të mendosh mënyrën se si është larguar nga kjo jetë që është një Traum. Ajo ka mundur do t'ja dali, t'ju rrisi ju të dyjave, kështu që mos u dorëzo, ke shembullin më të mirë, nënën tënde. Edhe na shkolloj të dyjave. Motrën e ka shkolluar në Tiranë, e ndihmoi Tiku, te mesdhetari pagonte tarifën vjetore, po kështu për çdo muaj pagonte mami. Bravo, kryetari i bashkisë ju ka ndihmuar. Po. Bravo. Dhe Sara është bërë për avokati, e ka mbaruar në Tiranë. Sa mirë, bravo. Po e ka në Tiranë, dua të pim një kafe. Patjetër, kur të vish në Tiranë, patjetër, tani që mësova që të kam dhe patriote, patjetër që do të pi kafe me ty dhe do të ndihmoj. Do bëhemi bashkë në kontakt, unë të përqafoj, mi puth fëmijët dhe mos u dorëzo. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkohemi që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, apo keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, apo kërkohemi të surprizoni dikë, mos
hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro, ku çdo paradite, live ora 10, më keni këtu me këto histori, rrëfime të sinqerta, të vërteta njerëzore. Faleminderit, deri takohemi nesër.